Po, faleminderit edhe për prezencën tuaj. Unë besoj që gjendja e skuadrës është shumë e mirë. Ne ishim me një ekip që meriton respekt, si Robuzhina, Ignatia dhe fundit meriton respekt se është edhe kampionja e vendit në fuqi. Por vllaznia a thënë me bindje që nuk i friksohet as Ignatia dhe as kujt. Çdo e kena deklaruar çdo ndeshje do të shkojmë veç për 3 pikë, veç për fitore. Dhe jam i bindur që do të jetë shudër fund kampionatit, do të shkojmë për fitore. Profesor, çfarë ndikimi ka një të shaf për rezultati i Florës në të sfidës në moralin? Ajo sfidë tash është e kaluar, ekipi është mirë në çdo aspekt. Të pas parasysh që është çereku kampionatit i përfunduar, jena në vend parë. Djemt duhen përgëzu bashkë me trajnerin, bashkë me stafin, pasi kanë bërë një fazë të parë mrekullueshme. A shumë herë gjithmonë është çereku rrups. Por ajo humja ka kalu, nuk ka asnjë ndikim tash për këtë neshje, kjo neshje tjetër ishte neshje e kalume, por ta marrësh si fazë të parë, besoj që djemt do të gjithë, siç e thash, duhen përgëzu. Kanë kthy një futboll të bukur, kanë kthy tifozët, kanë fillu më ushtu numër në stadium, të përkrah ekipin, të i pëlqy loja sulmuese dhe besoj që unë kam vetëm fjalë të mira për stafin, për trajnerin dhe për djemt. Sinani, kur ndodhet faza e parë, sa i kënaqur jeni me këtë fazë dhe ja prisim që vllaznia ta mbyllë të detin e parë. Patjetër, me ekipin që ja kriju në fillim, kena prit rezultate të mira, nuk kena dalë me dhënë deklarata bombastike, por kena thënë gjithmonë do të shkojmë kudo, qoftë Shkodër, qoftë jashtë Shkodrës, do të jena për 3 pikë, mandena llogaria do të bëhet në fund. Kena një ekip mirë që do të luftojnë për trofet me i fitu, por gjithmonë do të rrim me kam tokë, gjithmonë do të pretendojmë vetëm 3 pikëshin e ndeshjes që kena. Sinani, të dy pasë që kjo është në ekipin më të mirë në sfidën e fundit. Janë të shpiju si vetë të bashkë me trajnerin Martini në për të mundur ardhmën e kryetarëve. Patjetër, gjithë bashkë kena punuar që ky ekip më bë një ekip pretendent, një ekip i mirë. Duhet falenderoj edhe presidenti pa dyshim për suportin qoftë financiar dhe qoftë për afërsinë që i gjendet ekipit pothuajse çdo ditë. Dhe gjithë bashkë punuar që me bë një ekip mirë, me bë një ekip pretendent, me bë një ekip me lojë të bukur siç e don Shkodra. Deri tash besoj që jena në rrugë të duhur, por kampionati është i gjatë, gjithmonë do të jena me kam tokë, nuk mund të flasim me deklarata të mëdha, javë mas javë. Sinani, shumë dëmtime, cila qëndron e vërteta e dëmtimeve dhe po ashtu cila është e vërteta për Bismarck, ka shumë fjala që ashtu komente, dhe cila është e vërteta e këtij lojtari. Vjen mirë që më bëni këtë pyetje, jena u bën rreth 4-5 javë të pakën me 4-5 mungesa, me 6 mungesa. Është një detyrë akoma më e vështirë, se të mungojnë gjysma e ekipit, nuk ka gjë e vogël për çdo ekip, për vllaznin dhe për çdo ekip. Bismarck, jo më larg se parë, kanë folur me stafin mjekësor dhe maksimumi, sipas stafit mjekësor, më 2 javë do të jetë stërvitje me ekipin. Vetëm probleme dëmtimesh, asnjë problem tjetër, asnjë shqetësim tjetër. Dëmtimet janë pjesë e lojës, nuk do të dëshirosha me pas kaq shumë dëmtime, ndoshta 1-2 edhe mund të pranohet se kampionati është i gjatë, ka luftë sportive për çdo javë, por askush nuk e don dëmtimet. Dhe ata djemt që kanë hyrë, unë besoj shumë që e kanë justifikuar vetin, por gjithmonë edhe trajnerët dhe stafi gjithmonë do të njihen normalisht gjithmonë më mirë me pas ekipin e plotë. Megjithatë, gradualisht po rikuperohen dhe po kthehen gjithë në ekip dhe kjo është një shenjë e mirë. Për momentin kena 2 lojtarë jashtë, si Çato dhe Dros, bashkë me Çato, Çato do të jetë këtë radhë bankinë Dros bashkë me Bismarckun. Gradualisht uroj që edhe këta dy të jenë afër ekipit dhe në avin kontributit e tyre sa më shpejt. Vllaznia para e Ignatia e dyta. Në Robuzhina në këtë momentin për të marrë zëndruar vendet me vllaznin. Gacmë në theksova, po theksoj prapë frikë, nuk kena asnjë ekip me plot gojë në tham këtë punë. Por meriton respekt maksimal Ignatia, pasi jo më vetë është ekipi kampion në fuqi dhe i ka dhënë tham drejtën këto 2-3 vite, ka bërë një futboll të bukur dhe gjithmonë ka qenë ekipi për të mund të 2-3 vite fundit.
Besoj që është thush edhe finalja e sezonit kaluar e Ignati Vllaznia bëhet një ndeshje e bukur edhe për gjithë futbollin në Shqipëri. Por Vllaznia, siç e thash, do të shkojnë me marr maksimumin me Ignatin. Asgjë nuk na tren. A janë dy ndeshje me Ignatin dhe Dinamo në prova e fortë të Vllaznisë? Unë mendoj si bashkë me Vllaznin, edhe Ignati, edhe Dinamoja, por Elbasani ka ekip mirë dhe gjithë pretendojnë. Forca Vllaznis, unë i kam pa pak a shumë ekipet dhe këto ekipet do të jenë, besoj deri në fund do të jenë tu pa fazën e parë, besoj që deri në fund të ekipet do të japin tonin dhe do të jenë ekipet pretendente. Por kampionati jo më ka të theksoj është i gjatë, ka luhatje skuadrat, ka luhatje, ka probleme, ka ndoshta edhe kontingjentet e lojtarëve, kontingjentet e skuadrave nuk janë ata të plota, domethënë mund të krijohen situata të ndryshme, por unë i shoh këto skuadra të forta dhe pretendente të gjithë bashkë. Profesor, në të veçantë, ky vit i vogël ka një besim të madh në arritjen e ekipit të kampionit pas shumë vitesh në fakt, që mungohet në Shkodër edhe duke ju referuar drejtimit të skuadrës, jo thjesht përbërjes së saj. Sa ka ky besim në skuadrën për të arritur objektivat e parë? Në kena lojtarë me eksperiencë në ekip që e din që është pesha fanel, që din që është ky stadium, e din që pretendon ky qytet dhe ato janë si të thush lokomotiva e skuadrës që të rregull skuadrën. Kena një trajner mjaft mirë që e njeh mentalitetin e këtij vend, e këtij ekip dhe unë jam i kënaqur shumë që tifozët kanë filluar mu afru, i du gjithmonë sa më shumë numër, tham drejtën, jo unë në emërtem po klubi edhe ekipi djemt, tifozi është një lojtar i 12, jo më ka të thuhet dhe ndihma e tyre është e padiskutueshme në stadium. Mund vjen mirë që ata janë optimista, gjithë jemi optimista, por gjithmonë do të rrim me këmbë tokë, nuk do të flasim më shumë se duhet ndeshje mas ndeshjes. Besoj që kena bërë një ekip mirë dhe me luftu për çdo trofe të mundshme. Se sa do ta realizojmë kohët edhe të tjerë. Në revolutimin do të jenë dy shkodranë si Pangaj dhe Gjolga. Do të dosha shoqërisht me fol për ekipin tem dhe për ekipin kundërshtar, nuk di çfarë them, ata kanë punë të vete, na kena punë tonë. Jani, presim një dhuratë nesër për fikimin tuaj një fituar të Vllaznisë? Faleminderit, gjesh normal që dëshirosha fitoren edhe jam i bindur që do të luftojmë shumë në e marr, nuk e di sa do të realizohet, por të janë dhurata shumë bukura, uroj dhe shpresoj shumë që të fitojmë dhe të jetë gjë e mrekullueshme. Faleminderit. Ju e thash që shkoni për fitore, po një parazim i mundshëm, do të ishte i knaqur që nanë të skuadra? Grac, ato tre rezultatet janë të mundshme, lozim me një ekip të fortë, por vazhdoj unë gjithmonë flas të ndaj me stafin, të ndaj me trajnerin, të ndaj me djemt, na do të shkojmë për çdo ndeshje për fitore. Mund ta realizojmë, mund mos ta realizojmë, ky do jetë objektivi i këtij kampionati. Unë besoj shumë që shkojmë për fitore dhe t'i arrijmë, mandena fushat edhe të tregojmë. Faleminderit.